Avokat, para pak ditësh bëri të ditur së bashku me antimafjen italiane se ka zhvilluar një operacion ku ka goditur një rrjet të trafikut ndërkombëtar të drogës, duke vendosur në pranga biznesmen, avokat, por edhe 2 punonjës policie. Në optikën tuaj, si e keni lexuar gjithë këtë operacion dhe pse vjen pikërisht tani pas zgjedhjeve ky operacion i Spakut që u bë ditur publikisht, sepse flitej që fletet arrestet ishin prerë që në muajin shkurt. Kjo është medalja policisë që na ktheu në narkoshtet. Dhe ka kohë që policia po është qelbur. Dhe është operacion i cunguar, i dështuar, dhe unë nuk mendoj që janë 3 policë mjeran aty, po do t'jenë kokat më të mëdha e policisë që do t'ishin arrestuar. Pra del një tamam jo oktapod i stilit të mafjes italiane që ka kapur gjithë Shqipërinë. Durrës, Tiranë, Elbasan, Fier, Vlorë, është kap gjithë Shqipëria dhe turpi më i madh që ky grup i Durrës, edhe pse nuk është i dhunshëm, paguante minimumi 150 veta vetëm për roje. Tani këtë më ndëgjoj me vëmendje. Një grup i tillë që ka vetëm roje 150 veta është e pamundur të mos bjerë në sytë e policisë. Në organizim. Kur rinë 7 veta bashkë, maksimumi do bëhet qameti, do verifikohet çfarë bën këta me një tjetër. Kjo është manuali i policisë. Pra këta janë me bekimin e policisë minimumi, po edhe pushtetarëve që garantojnë ta policë. Dhe unë mendoj që kemi polici të zhytur në llumë e në krime në maksimum. Ky rasti tjetër është ata 7 veta, 7 me armë brez dhe me fishek në gojë, ku është siguria juridike këtu? Ke Dumani që mban 20 roje, apo ke Rama që ka 200 roje? Po në tjerë çfarë bëjmë? Që flasim edhe bëjmë diçka që është tamam me specë dhe është në bazë edhe fatale për këta që ne po i godasim. Ku është kjo? Kjo është siguria juridike që këta më flasin mua? Çfarë do të bëjmë ne? Kur detone përgjithshëm policisë na akuzojnë që e ka vënë krimi. Sa i qetë do të jem tonë? Çfarë do të bëj unë kur në detor të përgjithshëm policisë, në momentin që unë dorëzoj kallëzimin e Ilir Metës, ofendoj nga mbrapa krave? Tek ata studentë unë i kam dhënë mësimbile. Si i dogji këti, pse unë i kam bërë një kallëzim Ilir Metës? Çfarë do të bëjmë ne? Pra kur tash si ja del, unë jam përballur edhe me ministrin që thoshte mos e bëj, ja përballur edhe me policin tradhtar, ja përballur edhe me prokurorin që mbyll të çështjet. Edhe kam nuk e di sa seanca vetëm me prokurorin e Tiranës ose prokurorin e përgjithshëm. Çfarë do të bëjmë? Po pse për kë po e bëjmë? Këtë punë. Edhe se kam bërë as për t'i shërby karrikës njërit, se jeta ime nuk është kaq shumë e thjesht ta marri ky si spesor, atë letrën ta fusi këtu që t'i vi mikrofoni këtu. Siç i bëjmë në për studio. Unë e kam bërë për i Zot Zotit, po ta s'do e kuptojnë. Ajo shpulla për padrejtësi që i Shkoberis do t'i vi dhe këtij nesër dhe këtyre nesër. Po du ta di unë se kush është detoj përgjithshëm dhe kryeministri këtu dhe kryetar opozite këtu, kur këtu bëhet fjalë për padrejtësia të hapur. Tani të shkosh kriminal, rin, po këta nuk respektojnë asnjë lloj norme. Ai tjetri bën vrasje ande jashtë valla, po mbyllet shtëpi, nuk del më. Futem më pis kokën me një vrim haleje, mos na dil më tani. Po kur del dhe hapur dhe pushton dhe gjithë lokalin, po ai ka pushtet. Sa i vriska edhe dilka. Ai ka pushtet pëse. Ai këtë vrasje në vëta kthej në torturë për vetë të shihet, ai e kthen investim për biznesin e vet fuqizohet. Dhe bëhen keq këta, mblidhen gjithë zagarët e policisë, bëhen keq që Romeo ruan veten e tij, ka fuqi dhe mendere të ruaj veten e tij. Kështu janë këta.
Pa Aronjës më bën drejt syri jo për këta, po për 1 milion zagart niveli tillë. Ta janë bashk dhe nuk meritojnë emër tjetër. Se të shkosh mbrapa krimit, e të shkosh të jargëzohesh kur të afrohet ai, që shet mall andese do t'japi 2-3 euro muj, dikujt i jep 1 milion. Po ti që je aty zagar i vogël, shkosh mbrapa krimit atje, e ti shërbesh atyre. Siç kemi pasur të Bistrin këtu që ran burg. Sa milionë euro prona ka Bistri, si as vogluan këta. Po njeriu kujt ishte Bistri? Ai ishte i ti Veliut? Po Veliun kush e vuri Veliun? Po së len këta të bësh politik. Së len këta t'ja thuash popull si duhet thënë kjo punë. Edhe nuk janë pa fund. Ndjenin time ka hotele për të parë jashtë. E tjetër. Kjo është turpër. Të marrësh thasët me shashti nga kosh vetë ti. Si figurë madhe policisë. Se shkatruan dhe edhe komplet mentalitetin e një vepre penale. Ato thasët për cilën u vra Ibrahim Basha atje në Gjirokastër, Lazarat. Me demek për shliruar Lazaratin edhe për ta nga to, në kohë që ky krahun tjetër, ky tërthari tjetër i merr i çon thasët vet. Është gangsterik të madh, do të trimëri e madhe kjo punë. Ne kemi probleme të rënda, institucionet tona kanë falimentuar. Ju rofta ajo që kanë këtë dera, edhe si ndodh që sa herë që del nga institucioni një titullar, thotë s'ka më tani institucion, se këta e njësojnë institucionin me veten, me interesat tyre. Po kështu do qeverit. Ikën dikush s'ka më qeveri, o njifi tjetër të meritat. Duke njohur meritat ke drejt Jeri Arlis se mund t'i shohë të metat. Të metat do ketë, të janë liksimër, të janë armisi ka shiti populli, të janë fatalem. 7 veta hanë e pinë si derë atje me armë dhe fishek në gojë. Çfarë do të bëj unë? Nuk do të marrë mitralos me veten dorë tani. Avokat, për çfarë kanë të armë? Kjo është shumë e rëndësishme. Unë e shoh të shumë të rëndësishme. Tu siguria juridike ka vdekur. Kjo është alarmante. Pra këta i dikën këto punë e nuk i ngacmojnë. Unë dal një natës dal vetëm. Ta i dikën këto punë këta edhe nuk i ngacmojnë. Din mirë ta. Tani ky është grupi i madh. Nëse nuk arrestohet gjithë kupola e policisë, ta arrestohet jo kështu, gjithë kupola e policisë. E tiki dhe ministri gjithë me radhë, do të nuk qerohet mirë kjo punë. Kjo punë unë e di që Sky jam i parë, kam sjell problemet e Sky në Shqipëri. Sky CC do ta çoj, do t'i bëj një derë të madh Shqipërisë. Këta nuk i lanë rahat, këta. Edhe aty polici, personat që merreshin me marrjen e informacioneve të Sky, këta i luftuan. Ne nuk kemi sa për djeni nderuar Bardhi, nuk kemi personat të certifikuar të besueshëm tamam edhe nga Europoli, janë shumë pak që të bashkëpunojmë me ta. Ne e kemi kthy këtë vend në Sinaloa dhe ta gëzojnë këta, po ta gëzojmë dhe ne që jemi të paaft të ushtrojmë detyrat dhe përgjegjësitë tona si qytetar, siç e kërkon vendi, se ne presim, ne vetëm tonë si s'po ndryshon gjendja. Po kur mos ndryshohet të shqiptar budalla, gjendja kur ti pret bi nga qielli dhe nuk çohesh vet, ndryshosh qëndrimin tënd e të bësh disa veprime tjera, e qasje tjera edhe të ushtrosh të gjitha drejtat e tua që ti ta ndryshosh vendin aty ku je dhe çdo shqiptar tjetër i përgjithshëm aty ku është.